Se një nga gjërat më të bukura ose më të rëndësishme ose si aftësi që i është dhënë njeriut është që ai kupton dhe i jep kuptim gjërave ose jetës vetes së tij, si thua, marrëdhënieve me njerëzit. Edhe kjo pastaj është vërtet një aftësi shumë e madhe që i është falur njeriut. Pra është një dhuratë e njeriut dhe që e dallon nga qeniet e tjera. Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe për gjithë besimtarët e fesë muslimane, uroj një agjerim të lehtë, të pranuar dhe qofshin këto ditë reflektimi për gjithë ju. Sot kam ftuar Oltion Kolën, lektor në Universitetin Bedër, kolegj universitar, ku ne her pas here kemi pasur para disa kohësh, edhe pse teksa flisim para këtij regjistrimi, kujtoheshin nostalgjia dhe bisedat që kur kishin disa takime, që të bënin biseda të mira për sa i përket pjesës çka mira, diskutime ndryshme që rrallë herë fatkeqësisht nuk gjen vend në shoqërinë tonë ose në rinin shqiptare, domethënë. Nuk e di si është. Rrapa të falenderoj herë për kohën, pastaj ta nis direkt me këtë pjesë, a ka diskutime sot që të flitet për të mirën, që të ketë diskutime që rinia, njerëzit në për takimet e tyre, në shoqëritë e tyre, kur ulen, bashkëbisedojnë. Altin, faleminderit edhe ty që më ftove dhe që më bëre pjesë të Piskut. Edhe ju uroj suksese, vërtet që është një emision i këndshëm edhe uroj që edhe emisioni i sotëm të jetë po ashtu të vazhdoj do të thënë në këtë vijimsi. Pyetja juaj ose themi edhe ky kuvendim që neve ose ky bashkëbisedim që po bëjmë. Edhe kjo është një mundësi për të folur për njeriu, për të mirën, siç thoni juve, për qasje ndaj jetës, për kuptimin që ka jeta, dhe këto fatikisht janë stacione në të cilat njeriu duhet që mase duhet shtohen edhe më shumë që njeriu të reflektojë, ti kujtojë, sepse siç thuhet për shembull që përsëritja është nëna e dijes. Për shembull thuhet që gjërat e mira ose gjërat e mbara ose themi dija në përgjithësi duhet që gjithmonë të mbahet, të angazhohet, pra të jetë në përsëritje e sipër, sepse mund të harrohet. Edhe mund të vend diçka tjetër, pastaj që mund të jetë e kundërta e të mirës së dijes. Nëse nuk ti trajton dijen edhe nuk trajton shkencën, nuk mbush mendjen, si thua, me këto element, pra mendjen nuk e ndriçon me shkencën eksakte, shoqërore, edhe me gjërat familjen, ku ta diun, gjërat e përditshme që duhet t'i bëj njeriu ose ato detyrime, përgjegjësi që ka, atëherë do ta zën mbase ose mund ta zën gjërat e tjera, pra nëse nuk je angazhuar me këtë, sepse mendja thuhet në aspektin fetar ose në aspektin e besimit është një nga 4 elementet e ndërgjegjes. Pra, thuhet që ndërgjegja ka 4 elemente të rëndësishëm. Njëri nga këto është mendja, një tjetër është vullneti, një tjetër është zemra, dhe pastaj janë ndjenjat akoma më të thella të zemrës, që quhen latifa e rabbani. Tani këto, prandaj edhe mendja është shumë e rëndësishme, sepse nëse njëri ka mendje, ka arsye, ka logjik, atëherë mund të flitet për përgjegjësi, atëherë mund të flitet për t'i dhënë kuptim. Mbase një nga gjërat më të bukura ose më të rëndësishme ose si aftësi që i është dhënë njeriut është që ai kupton dhe i jep kuptim gjërave ose jetës vetes së tij, si thua, marrëdhënieve me njerëzit. Edhe kjo pastaj është vërtet një aftësi shumë e madhe që i është falur njeriut. Pra është një dhuratë e njeriu dhe që e dallon nga qeniet e tjera. Pra këtë aftësi nuk e kanë qeniet e tjera. Prandaj edhe në dallim për shembull edhe me qeniet e tjera, për shembull me kafshët, nëse një kafsh për shembull mund të dojë shumë pak për të ngritur në këmbë, për të mësuar, si thua, themi rrugtimin e jetës,
njeriu i duhet shumë kohë, pra i duhet vazhdimisht që të mësohet, edhe periudha për shembull e fëmijërisë zgjat më shumë, do një preokupim, do një angazhim. Tek njeriu. Po, tek njeriu fillon të ecë, fillon të flasë, duhet që vazhdimisht ai, pra siç tham ajo çështja e përsëritjes, pra ti përsëritet vazhdimisht dia, ti përsëritet vazhdimisht e mira, e bukura, që ai të rritet dhe të edukohet me këtë gjë. Pra procesi i edukimit tek njeriu është një proces i vazhdueshëm dhe si thua derisa ai të ketë jetë. Pra nuk është një proces që mbaron. Edhe juve thatë shumë bukur që duhet që nga njëra anë të mbushet me këto, pra me dije të mbare, si thua, në mënyrë që mos i lër vend atyre që janë të mbrapshta ose gjëra negative, sepse njeriu e ka këtë prirje. Pra njeriu ka prirjen, ka që siç tham elementi i dytë pra ishte ose themi elementi i ndërgjegjes, pra i dyti ishte vullneti, nga që njeriu ka një vullnet të lirë, që do të thotë mund të zgjedhë pra nga e mbara ose nga e mbrapshta ose nga e keqja. Pra çdo gjë njeriu e ka dorë vetë, sado që është një krijesë vetë krijuesit, vullnetin e ka tijen, zgjedhjen e ka vetë. Po, Zoti ja ka lënë dorë njeriu. Krijuesi ja ka lënë sepse kështu është thurur, do thënë, kështu e ka thurur ai këtë jetë, edhe ne nëpërmjet mendjes tonë, po jo vetëm, nëpërmjet profetëve, librave, pra nuk e ka lënë, si thua, vetëm për veten me veten e tij ose vetëm me mendjen e tij njeriu, duke mos zhbër edhe çështjen e zgjedhjes. Pra ka lënë edhe mësuesin. Po, ka lënë edhe mësuesin, sepse kjo pika e edukimit, do thënë, edukimi është mbase pika më kyçe, pra leximi, studimi, dhënia kuptime ngjarjeve, qasja e tyre, kjo është pjesa më e rëndësishme që e bën njeriu njeri. Fatikisht, siç tham, e dallon edhe nga qeniet e tjera. Dhe njeriu përsoset duke mësuar, duke u edukuar. Pra atë potencial që krijuesi ja ka dhënë të gjithë njerëzve, potencialin njerëzor për të arritur potencialin e vërtet njerëzor, normalisht e kanë të gjithë njerëzit, por dikush e përdor vullnetin, pra atë zgjedhjen e bën nga e mbara dhe arrin që ta plotësojë këtë gjë, dhe natyrshëm që kjo është shumë e vështirë. Pse është e vështirë? Sepse do shumë mund, do shumë punë. Është si për shembull të ndërtosh një ndërtesë, për shembull ta marrim kështu në terma më popullor. Për ndërtuar një ndërtesë, për shembull, të duhet inxhinier, arkitekt, të duhen ustallar, për shembull, duhen punëtor etj, mbase duhen ditë të tëra për ta projektuar, për të biseduar, duhet gjesh fonde, pra ka një punë shumë të madhe. Dhe pastaj për ta sjell, për të marrë, si thua, atë formën e vet, do hapësh themelet, do vendosen mirë ato piketat, pastaj avash do ngrihet, edhe ajo do një kohë të caktuar. Pra do dhe kohë, do dhe mund, do dhe njerëz etj, dhe kjo natyrshëm që është diçka e vështirë, do të themi, por fundin e ka të bukur, sepse ti do kesh një ndërtesë. Ndërsa për ta prishur këtë ndërtesë, për ta shkatruar, si thua, këtë gjë, prapë është një zgjedhje që është në dorën e njeriu, për shembull, ai sa ka në dorë, sepse edhe zgjedhja fatikisht vullneti, thuhet në terminologjinë fetare, do që është i pjesshëm. Pra ka një vullnet që është vullneti i krijuesit, ai që ka në dorë gjithçka, që zotëron gjithçka, dhe ka një vullnet që i është dhënë i pjesshëm i njeriu që të zgjedhë. Normalisht nuk e ka lënë, sepse ndryshe nuk do kishte kuptim, si thua, sfida ose sprova që ka njeriu në këtë botë, ose të paktën kjo është ajo qasja. Po mos e kishte këtë vullnetin e pjesshëm. Po, atëherë do thuaj që gjithçka është e paracaktuar. Pse ku qëndron, pse kjo është një temë tjetër, mjaft interesante për sa i përket pjesës tezës riskut. Pra që është e shkruar, ajo siç ka e thon gjithmonë. Ka dhe njerëz që thonë, po përderisa ne kemi të para përcaktuar fatin ton dhe ku do të shkojmë, ku do të jemi, të pozicionuar, atëherë ne pse punojmë, do të thënë, por ja që edhe tek ndërgjegja është edhe vullneti për të pjesës mendjes, zemrës apo dhe
Tani, jeta kështu është e thurur, do të thënë me paradokse në një farë mënyre, por pra duken si paradokse, por normalisht brenda asaj ka një ekuilibër, pra brenda këtyre paradokseve. Për shembull, ti normalisht mendohet që më i lumtur mund të jesh nëse nuk punon, ose nëse ti shijon si thua jetën në një farë mënyre, edhe ajo do të cilë do të bëj ty të lumtur. Mund të jetë edhe kjo një qasje, por një qasje është kjo dohen që ti kur punon shumë, kur djerë si thua për një gjë, ke shumë mund, në fund fare pastaj ngelet si thua ajo lehtësia, ngelet një lloj kënaqësie, pra mbaron zahmeti thuhet, edhe ngelet lezeti. Kjo është po tamam fiks dan kështu popullor, kështu i thonë. Kështu që pra këtu ka një paradoks. Normalisht ti po mundohesh, po djerës, por ama kjo të jep një lloj kënaqësie, një lloj satisfaksioni, pra ka një lloj paradoksi. Kështu është mbase në të gjitha sferat e jetës. Edhe ajo që pyete Altin, që pra kemi çështjen e riskut ose çështjen e shkaqeve, të sebepeve që ka vendosur, edhe ne ato i quajmë, do në anë fetare, ato i quajmë si perde që ka vendosur krijuesi. Por pas këtyre kuintave, pas këtyre perdeve, natyrisht që ka gjëra të tjera, ka dimensione të tjera. Dhe një pjesë e këtij dimensioni quhet urtësi, për shkakun që ka vendosur krijuesi mbas perdeve. Pra, edhe perdet, edhe shkaqet, themi shkaqet që ka vendosur, pra sepse këtu jetojmë në një botë që ecën sipas rregullit shkak pasojë, apo. Por brenda këtij rregulli përsëri kemi një dimension ose kemi dimensione të tjera që quhen urtësi, çfarë fshihet mbas këtyre shkak pasojës. Tani, paradoksi është ky që ti nga njëra anë thot krijuesi, unë i kam vendosur çështjen e shkaqeve, pra këtë rregullin shkak pasojë, nga ana tjetër thot që ti që jam prap unë ai që është efekti kryesor që i shkaktoi, themi, edhe shkaqet edhe urtësinë që fshihet mbas tyre, mbase u bën pak e ngatruar, po ka kjo është shumë e rëndësishme në këtë pikë që njeriu duhet të respektojë, pra qoftë si besimtar, qoftë si njeri mund të parë dohen në shumë, pra njeri me ndërgjegje të themi të mirë ose të pastër, duhet që të jetë pjesë e këtyre, është pjesë e shkaqeve dhe duhet që t'i zbatojë ato. Një besimtar i mirë i zbaton ato si respekt ndaj atij që i ka caktuar shkaqet ose ka caktuar këtë lloj ligji ose këtë lloj rregulli, siç tham, causality quhet ajo, pra shkak pasojë. Nga ana tjetër, përsëri krijuesi sikur mos jem për shembull, sepse ti çfarë bën, për shembull ka njerëz që luten, o Zot, për shembull, më jep mua ti risk, për shembull, ose më jep pa punuar. Pra pa zbatuar, si thua, ato ligje, po. Pa bërë sebebe. Shkaqet janë këto sebebe. Pra ti kemi dy anë, pra njëra anë është që do bësh sebepet, shkaqet, do të plotësosh një, pra do punosh, do derdhesh djerës, do planifikosh etj. Nga ana tjetër, sikur këto nuk janë fare, ti do t'i lutesh krijuesit, sepse ai është që, si thua, efekti i vërtet i gjërave. Ai është që i krijon fatikisht edhe shkaqet, edhe ty, edhe gjithçka tjetër. Edhe urtësitë, sepse pse themi urtësitë? Për shembull, ti mund të punon shumë, për shembull, por mbase fatikisht ligji është që ti punon edhe e merr. Pjesa e madhe e njerëzve mendojnë që thonë, jepem shumë, punoj shumë, por ndërkohë nuk kam rezultatet që ndoshta i kanë kokën e vet ose pritshmëritë. Edhe aty duhen parë për shembull ato problematikat, për shembull tek vetë do të shikojë vetë njeriu se ku çalon për shembull. Sa i zbaton, sepse të gjitha ato duhen zbatuar me përpikmëri. Është si ai rregulli për shembull matematik 1 dhe 1 bëjnë 2. Normalisht matematika ashtu është, por kur e merr në një kështu tjetër pastaj, ato mund bëj 2 e pak, 2 pa pak, nëse do, kjo është një kështu një temë tjetër, po. Jo, është vërtet po gjithmonë ndoshta edhe njeriu vetë në këtë pikë tregohet pak egoist kur sheh për te vetes, pra nuk është
po të kjo jemi ndoshta duket sikur është rrirë shumë si temë, por në një pikë është në sjell prapë tek reflektimi dhe tek ndërgjegja. Se në momentin që na ndodh diçka që nuk na hecën, prapë bëjmë gishtem jo, po jo s'më heci, nuk e shet tek vetja, domethënë. Ndoshta doza e egoizmit është pak më e lartë. Prandaj edhe janë to pikë ndalesës, siç është Ramazani, siç është namazi, siç janë prandaj edhe unë do doja që ta shtrim pak, ndoshta nga që jemi edhe në ditë e para domethënë të Ramazanit, të muajit madhërisëm, dhe t'japim pak këto efektet dhe dobit si një pikë stacioni domethënë për njeriu, sa i nevojshëm është për një besimtar. Po, normalisht agjërimi është një adhurim që bëhet ndaj krijuesit, ndaj zotëruesit të gjithçkaje, pra ndaj Allahut. Dhe ne këtë e kuptojmë nga që vetë krijuesi e thot në Kur'an, pra është fjalë e tij, që agjërimi ju është bërë juve obligim, ashtu siç është bërë edhe popujve para jush. Pra është një adhurim fatikisht që ka qenë qysh nga njeriu i parë, do thënë që nga Hazreti Ademi, dhe vazhdon me neve dhe inshallah do vazhdojë deri në kiamet. Pra, ka qenë edhe në kohën e profetit parë, të njeriu të parë? Të gjithë, po, në të gjitha ka qenë. Gjitha adhurimet, metoda ose mënyra, pra si logjik adhurimi ka qenë. Pastaj mënyra se si është bërë, mund të ketë qenë ndryshme do. Kjo është ajo që dihet. Tani agjërimi, siç tham, normalisht është një adhurim dhe bëhet për të fituar kënaqësinë e krijuesit. Pra bëhet sepse krijuesi dëshiron që neve të agjërojmë. Thuhet që agjërimi është edhe zekati i trupit, për shembull. Çdo gjë ka një zekat, çdo gjë ka një lëmosh ose sadaka, diçka që duhet të japi, do të them. Për shembull, që mund ta shpjegojmë pak? Po, kuptimi i kësaj është ose logjika është e tillë që pra Allahu na ka dhënë neve këto mirësi, pra na ka bërë njerëz, na ka dhënë jetë, na ka dhënë për shembull ata që i kanë, do të thënë, sy, vesh, mendje, gjithçka, pra kemi gjithë trupi, anatomia e trupit. Siç kemi anatominë e trupit, ka dhe një anatomi edhe shpirtërore, dhe për gjithë këto mirësi që na ka dhënë, ai do që ne të bëjmë një lloj pushimi. Si të bëjmë pushim, sepse krahas këtyre mirësive që kemi, pra të qenurit njeri edhe të pasurit gjithë këto mirësi, kemi dhe mirësi tjera që neve ushqehemi, ham, pim, kemi marrëdhënie intime, kemi ata që janë të martuar, sigurisht. Ka dhe nevoje të tjera ose gjëra të tjera që mund të bëhen në kohë të ndryshme, dhe krijuesi dëshiron që ne të kemi një lloj pushimi ose të kemi një lloj privimi, pra ta bëjmë të vullnetin ton, në mënyrë që të falenderojmë ose t'ja dim më shumë kimetin ose mirësinë, të jemi më shumë mirënjohës për ato mirësi që na ka falur. Pse? Sepse njeriu me kalimin e kohës mësohet me gjërat. Për shembull, normalisht të qenurit njeri është pasi gjë më e madhe natyrshme, që është mrekullia. Allahu na ka krijuar njerëz. Për shembull, vetë krijimin neve e marrim të mirëqen, për shembull, të qenurit njeri. Dhe themi zaten kjo punë kështu duhet të ishte, kështu është. Unë jam do. Se nuk e dim si çka ndodh para. Ja, fatikisht njeriu është shumë koshent që kjo ka një fillim, ka edhe një mbarim. Dhe njeriu duhet të gjejë një kuptim kësaj gjëje. Pra, siç pati fillimi, pra nga ka ardhur njeriu, çfarë detyre ka në këtë botë, duhet japi përgjigje këtyre pyetjeve, janë shumë të rëndësishme, dhe ku po shkon ky njeri, sepse është në një njeriu, siç thot profeti Muhammed, është një udhëtar. Ky është një fakt. Pavarësisht se ne pastaj mund të bëjmë filozofi ose mund të meditojmë ose gjithë secili ka të qasjen e vet ndaj jetës, i jep kuptim, sepse siç tham ka vullnetin e lirë për të zgjedhur, ka mendjen gjithë secili. Thuhet kush leu mente veta nuk pëlqeu. Gjithë secili ka mente veta në këtë pjesë, por realiteti mbetet ai që është. Pra, kjo gjë në një farë mënyrë, siç tham, ka një fillim,
ka një rrugtim dhe ka një mbarim. Ne themi që normalisht rrugtimi vazhdon që nga bota e shpirtrave në barkun e nënës, në këtë botë që neve jetojmë, bota e shahadetit, po, këto janë pjesët e jetës. Edhe pastaj është bota e varrit, pra bota do thënë pjesë tjetër, dhe pastaj është bota e amshuar do thënë ku në kohë për njeriu kush mund të jetë bota më gjatë në kohë? Bota më gjatë do jetë bota e përtejme, sepse aty po si thua kjo çështja kohore është e tillë do që dimensioni kohor neve jetojmë në një botë me 3 dimensione. Dimensioni i katërt është koha. Pra koha ka kuptim për neve edhe për një fizik me 3 dimensione, në të cilën dimensioni i katërt është koha. Në momenti që nuk është kjo fizik me 3 dimensione, pra kemi një dimension tjetër, aty pastaj nuk ka më kohë. Pra koncepti i kohës është pak a shumë për neve. Pra për këtë botë në të cilën neve jetojmë do thënë, dhe kjo është natyrshëm relative. Pra mund të jetë gjëra që ti thua për shembull shumë mira vite. Sot që është e ide ne mund ta mendojmë që është e diel për shembull. Janë të atë forma, sepse tani që është paradita mund ta mendojmë që është darkë. Dhe mund ta këto janë të mirë përcaktuara. Kuptoj qartë thjesht për një humor se tash ma kaloi pak më parë kur tha te kush Leo mend të vetë pëlqeu dhe por ju por meqense jemi te kjo për sa i përket pjesës së Ramazanit do bi domethënë po te përfitimet do të vijë më shumë si disiplinë fizike domethënë apo për të mirat fizike apo për të mirat shpirtërore pra. Pikërisht se sot është fut pak si trend edhe kjo çështja e termit fasting, që shumë njerëz thonë nga që dinë edhe shkenca ka vërtetuar tashmë, mjekësia ka vërtetuar që thotë që agjërimi domethënë është si gjithë të mira, siç e thatë pak më parë ju, për fizikun, për trupin e të gjitha. Edhe disa njerëz zbatojnë e bëjnë dhe kryen ose agjërojnë fasting vetëm për të mirat fizike, pra është më shumë shpirtërore, po tani këto janë praktika që bëhen edhe nga besime ose themi nga filozofi tjera, për shembull bëjnë yoga ose bëjnë fasting, siç thatë juve, madje në klinika shumë të specializuar në një farë mënyrë futesh edhe bën me periudha të caktuara fasting. Edhe natyrisht që ato kanë atë efektin, këto janë të mirënjohura, sepse në një farë mënyrë ti duke privuar diçka nga lëndorja, ti i jep më shumë krah shpirtërores. Pra shpirti në një farë mënyrë lartësohet. Në momentin që ngelet pak më mbrapa, do thënë, në trupi. Kjo s'do thotë që njeriu të mos jetë i shëndetshëm. Nëse fiziku, trupi shkon në pikat më ekstreme, aty lartësohet shpirti, po thonë? Si është kjo? Gjithmonë kur lihet pas, si thua, në një farë mënyrë lëndorja, materialja, gjë që ne kemi shumicë në kohët që jetojmë, edhe prandaj ka dhe problematika të shumta, dhe prandaj në një farë mënyrë kjo s'do thotë që të lihet pas lëndorja. Ato duhet hecin të dyja së bashku në ekuilibrin ose në masën që ato meritojnë. Materialja ose lëndorja atë masë që duhet të ketë, edhe tash i kanë dalë edhe metoda minimaliste ose terma të këtij lloji. Edhe nga ana shpirtërore pastaj edhe ajo duhet të ketë, si thua, atë ekuilibrin e saj. Fatikisht fjala ekuilibër është një fjalë kyçe, është shumë e rëndësishme dhe ne po thoshin në gjithë rrugtimin e jetës. Po, ne si besimtar, ose themi si besimtarët musliman, luten pothuajse 40 herë në ditë, duke thënë ihdina siratal mustaqim. Pra o Zot, na udhëzo, na mbaj në rrugën e drejtë, ose e thënë ndryshe, na mbaj në ekuilibër. Pra ka të bëj shumë me çështjen e ekuilibrit. Pse ekuilibër? Sepse fare pak për ta lidhur edhe me atë që tham më herët, edhe pastaj mbase nëse dëshironi mund të vim prapë te çështja e ekuilibrit. Ekuilibri është diçka e tillë që nga që njeriu ka vullnet të lirë, njeriu mund të shkojë në ekstremitete, pra mund të shkojë në
në ekstremitetin e epërm ose në ekstremitetin e poshtëm. Ju do të thotë mund të ketë ose tepri, pra mund të shkojë në tepri të një diçkaje, ose mund të shkojë në mangësi të diçkaje. Tani ajo aura ose pika e mesme është ekuilibri i kësaj gjëje. Dhe do kthehemi sërish nëse dëshironi, sepse tek njeriu gjenden tre fuqi shumë të rëndësishme që i ka përmendur edhe që nga koha e lashtë e grekët do thënë janë përmendur, pastaj edhe dietar musliman si Mishkavi ose Imam Gazaliu, Bediüzamani, këto i përmendin tre fuqitë, fuqia e dëshirës, fuqia e zemërimit edhe fuqia e mendjes. Dhe te këto tre fuqi njeriu mund të shkojë në ekstremitete. Pra nga që ka këtë çështjen e vullnetit edhe të zgjedhjes, pra mund të shkojë në tepri ose mund të shkojë në mangësi. Por ajo që duhet bëjë njeriu, ose të themi pjesa më e vështirë është që të qëndrojë në balancë, të qëndrojë në ekuilibër. Dhe këto tre fuqi të njeriu, pra që normalisht neve gjithmonë e kërkojmë fuqinë jashtë, kaq para, kaq pushtet, ku të diun, ke prekshme, ke materia. Tek ajo, por normalisht njeriu, siç thotë edhe Mevlana, që njeriu rend nga një vend në tjetrin për të gjetur gjerdanin që ai mban në qafë. Pra atë gjerdanin e artë, atë gjerdanin me smeralde dohen, që e ka fatikisht brenda tij do. Dhe qoftë edhe fuqit, qoftë edhe mirësitë të tjera, fatikisht njeriu duhet që duke lexuar, duke studiuar, duke edukuar, edhe agjerimi fatikisht është një edukator i shkëlqyer në këtë sens ose në këtë kontekst, njeriu nxjerr më të mirën e vetvetes edhe arrin atë potencialin e vërtet njerëzor. Tani tek pjesa e agjerimit unë pak më parë ju thash që ngulmova ose duhet ngulmuar fatikisht sepse agjerimi është një adhurim që bëhet për kënaqësinë e krijuesit, sepse ai dëshiron që neve të agjerojmë dhe kjo është kryesorja dhe ne çfarë bëjmë me këtë gjë? Neve i shprehim besnikërinë tonë, mirënjohjen tonë krijuesit nëpërmjet kësaj gjëje. Po, themi, dakor, ti na ke dhënë gjithë këto mirësi, na ke bërë njerëz, na ke dhënë jetë, na ke dhënë gojë, na ke dhënë stomak etj. Na ke dhënë edhe gjëra të tjera, do thënë ushqime etj. Dhe unë do privohem nga kjo gjë vetëm sepse ti e kërkon këtë. Sepse normalisht kjo është diçka, është një nevojë do që e ka njeriu. Por ama këtë mund ta disiplinoj. Për shembull, nga një orar i caktuar, siç bëhet në agjerim do thënë, nga syfyri deri në iftar, pra gjatë gjithë ditës në një farë mënyrë njeriu me vullnetin e tij të lirë privohet nga ngrëna, nga e pira, nga marrëdhënie intime dhe këtë gjë do të thënë ja servir dhe ja thot krijuesit që unë këtë gjë e bëj vetëm për kënaqësinë tënde. Tani ky është një adhurim. Pra nëse bëhet me këtë nijet, nëse bëhet me këtë mendësi, me këtë lloj qasje, pra ky është besimi. Dhe besimi, logjika e besimit është që ti pavarësisht se ka shumë logjik brenda, por ti beson në një gjë që nuk e sheh. Pra beson në të padukshmen ose siç tham për te perdes. Pra janë këto perdet, por normalisht neve shohim këto do, se syri ynë shikon këtë gjë do, por nuk është vetëm syri, është edhe mendja, nuk është vetëm mendja, është edhe zemra, sikurse pra edhe brenda nesh ka dimensione të tilla që neve fatikisht mendjen ne shohim pjesën e neuronave që na e tregojnë nëpërmjet shkencëtarët edhe mjekët do, por normalisht shumë me sy të hapur nuk e shohim, do thënë edhe brenda si thua nga ana fizike. Por mendimet për shembull neve i shprehim dhe në atë mënyrë shohim që brenda mendjes tonë ka mendime. Pra po presin rradhë dy. Po. Edhe ndjenjat po kështu janë, pra nuk i shohim normalisht ato. Por ne i ndjejmë ato gjëra. Pra nuk do të thotë që të mos shohësh diçka me sy të lirë, gjithashtu për shembull edhe thuhet që ne shohim për shembull në një kështu të caktuar. Për shembull mund të ketë plura, mund të ketë mikrobe, mund të ketë gjëra për shembull shumë të vogla, ato nuk i shohim.
Edhe kjo është diçka shumë e mirë për neve, sepse do bëhet jeta e pamundur, e pajetueshme. Ishim panik gjithandej. Edhe nga ana tjetër, nëse do kishim një shikim akoma më shumë të zgjeruar, atëherë do shikonim planetin ose do bëhesh jeta akoma më ndërlikuar. Pra ne shikojmë në një frekuencë, dëgjojmë në frekuenca të caktuara. Dhe kjo është pjesë përsëri e lojës. Tani pra agjerimi, po thoshim, është një adhurim dhe bëhet për të fituar kënaqësinë e krijuesit, për t'i shprehur atij edhe një herë pra dorëzimin që kemi neve tek ai, për t'i shprehur edhe një herë besimin që kemi tek krijuesi jon. Por përveç këtyre krijuesi bashkë me adhurimet ka krijuar ose ka vendosur edhe përfitime ose dobi edhe në këtë botë që të ketë njeriu. Dhe një nga dobit, si thua, është edhe kjo që kuron trupin. Pra fasting, ajo gjë që bëhet edhe që është përhapur tani kudo në botë, është çështja e fasting që ti disiplinohesh. Pra nga një orar në një orar të caktuar ti e disiplinon veten dhe nuk ha, nuk pi në farë mënyrë, dhe kjo çfarë bën? Pushon stomakun. Në momentin që pushon stomaku, edhe ato organet e tjera me sa duket, kjo duhet shpjeguar nga ana mjekësore, një mjek do shpjegoj atë, po që më sa kemi dëgjuar, pra ndikon tek këto helmet, do të thënë ka një detox që bëhet, do të thënë i gjithë trupin në një farë mënyrë, heq ato i zbras si thua këto helmet dhe në një farë mënyrë lehtësohet më shumë nga ana lëndore, nga ana materiale. Natyrshëm që njeriu kjo çështje e agjerimit për shkak i mëson edhe durimin, sepse duhet që durosh ti. Normalisht i ke ato. Tu më dil tani se këto kanë shpjeguar këto i dëgjoj ke të tjerë, domethënë tek ato dietologët që thonë do të rish fasting. Pra kjo pjesë çka na jep, çfarë do bish të mira na jep nga ana shpirtërore, pra. Do dal tek ajo pjesë e pikë ndalesës në stacionin e Ramazanit, në muajin e madhërisëm të Ramazanit, pra çfarë na bën ne që me dy fjalë thuhet kështu që Ramazani ose agjerimi në muajin e Ramazanit e para edukon nefsin ose edukon egon. E dyta lartëson shpirtin, edhe e treta kuron trupin. Këto janë kështu si trinome fatikisht. Me kurimin e trupit tani të qëndroj pak të dyja, domethënë tek egoja dhe me dy fjalë, pra këto nëse ose me tre fjalë, nëse do ta përmbledhim kështu, agjerimi vërtet që është një diçka magjike që e krijon këtë gjë tek njeriu, dhe kjo është diçka që duhet jetuar. Pra njeri që thotë që dakord të shpjegohen në teori e në gjëra të tilla. Dakord, pëlqen, shumë bukur, për ta bërë është vështirë sepse do durim kjo gjë. Dhe kuptimi i durimit është që të shtrëngosh pak dhëmët, pra ta mundosh pak veten në një farë mënyrë, dhe në momentin që ti e bën këtë gjë, pra ti duron pak, në një farë mënyrë njeriu stërvitet ose disiplinohet me këtë gjë dhe i shtohet akoma më shumë kjo ndjenja, pra kultivohet akoma më shumë durimi, ndjenja e durimit tek njeriu. Për shembull, një pyetje kishte, pse ndihen më të qetë njerëzit, si shpjegohet, si bëhet kjo, siç na shpjegova ato pikët e tjera, çfarë ndodh me mendjen, me trupin, me zemrën dhe me emocionet e njeriu që ndihen më të qetë në muajin e Ramazanit? Po tash nga themi kështu nga eksperjenca jonë. Po, atë vetë eksperjenca. Un kam ky është viti 31 që agjeroj. Edhe çfarë moshe keni? Unë kam nis 14 vjeç, 15 vjeç diçka e tillë. Kam përshtypjen me ditë si apo direkt? Po më qelloi kështu direkt, direkt, gati në sa i bie në 1995-ën duhet të kem filluar. Edhe atëherë ka qenë shkurt, mos ka bëjë, shkurt ose janar, diçka e tillë, diçka e ngjashme. Janar shkurt. Pa dashur si në këtë kohë. Po, se kështu ky cikli përsëritet në 33 vite. Janë ato muaj që janë, le të themi që koha e syfyrit me iftarin janë më të afërt. Po, janë orë më të pakta. Po, më të pakta, është pak më lehtë dimri. Është edhe një hadith i profetit ashtu që për besimtarin dimri është një lloj pranvere, sepse
ditët janë të shkurtra, netët janë të gjata, ditët janë të përshtatshme për agjërimin, kurse netët janë kështu mund të vlerësohen edhe me ibadet, me adhurim, me tahajjud e tjerë. Tani nga eksperienca kështu personale, nëse do e marrim në këtë mënyrë, Ramazani natyrisht që të qetëson, sepse ti në një farë mënyrë që në fillim për shembull ti vendos të çështjen e niyetit. Pra, me sa duket Allahu e ka bërë këtë kohë të begat, pra disa kohë ose disa muaj ose disa ditë, pra i ka zgjedhur vetë krijuesi. Kjo është një diçka shumë e rëndësishme. Një diçka tjetër shumë e rëndësishme që ka të bëjë me neve si njerëz, është që neve kur i drejtohemi me këtë lloj mendësie, me këtë qasje, natyrisht që ti kur i qasesh gjës do thënë, edhe nga ana tjetër ka një kështu, pra kur i shkon mbretit në një farë mënyrë me një lloj dhurate ose me një lloj mirënjohje, edhe mbreti sipas asaj sillet me ty, me atë lloj qasje që ti i bën ose me atë lloj trajtimi që ti i bën. Pra, kjo anë që ka të bëjë me neve, për shumë me personin vetë, që ose ti e bën një jetë, e ke këtë mendësi, e ke këtë lloj besimi, kjo pastaj ty të afron më shumë me këtë gjë. Pra kjo sjell një lloj përqendrimi tek njeriu. Dhe natyrisht sjell edhe një lloj përgjigje edhe nga pala tjetër që është krijuesi në këtë rast ose mbreti, nëse do të thosh. Edhe tregohet edhe një kështu një nëse mund të shkarkojmë pak nga emocionet, tregohet një shembull me një person shumë të varfër. Edhe më përpara ishte traditë që shkonin her pas here njerëzit tek mbreti ose kush ishte ai i parë i sultanit, i prisi. Edhe gjithë secili shkonte me nga një dhuratë, ashtu ishte ai themi ceremonia ose adeti. Dhe njëri shumë i varfër s'kishte, pothuajse nuk kishte asgjë, kishte një shtam të thyer. Edhe shtamën e kishte të thyer që pinte ujë edhe tha të shkoj t'i mbush ujë të ftohtë për mbretin, edhe t'ja çoj mbretit. Natyrisht tani kur ke të thyer. Po, edhe të thyer, po. Edhe në këto punët e hajrit, punët e mira, kur njeriu bën një jetë, kur bën një jetë që bëj diçka të mbarë, pra dëshira, synimi, kur synon të bëj diçka, kur i përvishet punës për diçka të mirë, mund të ketë edhe pengesa. Mund të ketë shumë pengesa, dhe këti i del me njëherë një pengesa, dhe i thot njani popullor, i thot, po mirë me jau, i thot, po. Ti i thot, edhe i varfër, thot, edhe me këtë shtam, mirë shtam në këshë, mirë që kesh u shtam, edhe ke të thyme. Me këtë dhe i shkosh mreti, a i shkohet mreti me këtë? Ti rrec ka manë e kështë, nëjse, mund të ketë shtu dhe gjërat tjera. Po e qartë, pra vetëm si pengesë, vetëm u shqy edhe negativen për ta shtep për pas. Ati ja prish, ja ullë moral, ja prish gjithë si thuash atë mirësi që ai ka vendos. Ai atë gjë që ka pas, gjën më të shtrenjtë që kishte. Po, gjën më të shtrenjtë që kishte, atë po e flijonte ose atë po e çonte si dhuratë. E ishte nga vetja. Dhe ka shumë pengesa, për shembull, edhe kur agjeron njeriu ose kur bën adhurime të ndryshme, kur punon, kur studion, do të thënë të gjitha kanë kështu pengesën, por në momentin që njeriu tregon një vullnet, edhe duhet treguar vullnet i hekurt, edhe këmbgulje, pra këmbgulja në punët e hajrit është shumë e rëndësishme që të arrihet rezultate, që të shkohet përpara. Ndryshe nëse ti mërzitesh në hapin e parë se doli dikush edhe tha një fjalë, ose nëse shikosh sa fjalë thon njerëzit, ose sepse njëri flet nga barku, tjetri flet nga kush e di nga çfarë flet ose s'kam punë, ose i shtyn nëse themin e i shtyn shejtani atëherë pastaj ti s'ngelet kohë me basi gjë s'ngelet kohë me bë ato punë, po punë të hajrit po edhe gjëra të tjera. Dhe për të kthyer se për të kthyer te mbreti. Ky tash shkon Shkoj ke mbreti. Pavarësisht se u mërzit me fjalët që i tha, gjithsesi ai tha shikoj. Unë këtë gjë që kisha më të vyer, thot, këtë gjë
t'ja jap do thënë mbretit. Edhe kur shkon tek mbreti, natyrshëm që ata njerëzit mbasi kishin sjell dhurata shumë të vyra, siç i shkon fatikisht për shtat mbretit. Edhe ky i thotë që mbret unë këtë shtamën e thyrë kisha e mbusha me ujë të ftohtë që pim edhe vetë. Edhe mendova që ta sjell tek ty. Edhe mbreti e merr atë, edhe ja mbush, si thua, atë e zbrazin diku do thënë ujin, edhe ja mbush me florindë. Pra ai qasja që pati, pra ai niyeti i mirë që ka një besimtar, një agjërues, pra kjo qasje është shumë e rëndësishme. Qofse ti ke këtë qasje, edhe nga mbreti do kesh një qerasje akoma më të madhe. Akoma më shumë të madhe. Pra është shumë e rëndësishme se sa ti përkushtohesh në këtë gjë. Dhe vetë ky përkushtim, vetë kjo përpjekje, vetë ky lloj përqendrimi në një farë mënyrë njeriu ne qetëson, e lehtëson. Kjo s'do thotë që s'ka pengesa, s'do thotë që s'ka problematika, s'ka gjëra. Natyrshëm që ti do të durosh pak, do kesh edhe pak rrugë, do kesh edhe pak keti, do kesh edhe pak kuri. Mund të kesh edhe gjëra të tjera, sepse shtohet edhe puna, duhet të shkosh edhe në punë, duhet të shkosh, kush ka mësim, do shkojë në mësim, kush ka leksion, do shkojë në leksion, etj, kush ka emision, do bëj emisionin. Kështu që, po, gjitha këto janë përkushtime dhe janë shumë të rëndësishme. Shumë të rëndësishme që këto krahas pra punëve të përditshme t'i jepet kohë, siç ti Altin do thotë, t'i jepet kohë në një farë mënyrë ose të bëj një lloj pauze ose një lloj reflektimi njeriu dhe të shikoj se nuk është vetëm çështja materiale, nuk është çështja vetëm lëndore. Por kemi edhe një anatomi shpirtërore që duhet kuruar, duhet lartësuar, duhet ushqyer në një farë mënyrë. Nëse nuk ushqehet, nëse nuk jepen ato balancat pra lëndores, ajo që i takon edhe shpirtërores. Na bën më shumë empatik le të themi me të tjerët në raport edhe me të tjerë për të pjesës vetes edhe me krijuesin, pra. Patjetër. Kjo ashtu sikurse ka dobi dhe përfitime për individin, ka dobi dhe përfitime edhe për shoqërinë. Pra një person që agjeron, natyrshëm që bëhet më empatik edhe krijon më shumë empati për njerëzit që jo gjithmonë kanë mundësi t'i kenë ato të mirat e tyre përpara dhe mund t'i shijojnë gjithmonë në çdo kohë. Për shembull, i mëson, si thuash, sepse në këtë agjeron për shembull si i pasur, si i varfër, do thënë, dhe mund të bëj një lloj empatie, ai që ka pak më shumë mundësi, mund të bëj pak më shumë empati për atë njerëz që nuk i ka falur Zoti, do thënë, ose nuk ka pasur, ashtu kanë ardhur rrethana, do thënë, dhe ai nuk ka shumë mundësi të mira materiale, të themi. Dhe çfarë bën ti në momentin që privohesh vetë nga kjo gjë, shikon se sa e rëndësishme, sa e dobishme, sa e nevojshme është kjo gjë dhe njeriu në këtë mënyrë e nxit që të bëhet më bujar, të bëhet njeri më solidar me të tjerët, të solidarizohet edhe të japi nga ato mirësi që i ka falur Zoti, mos i shikoj sikur ai është pronari i gjithçka, natyrshëm që ai mund të ketë derdhur djerës, ka punuar dhe ashtu duhet të jetë fatikisht, por nga ajo edhe logjika fatikisht e dhënies, edhe zekatit, edhe gjërave të tjera është që nga djersa që ti punon, nga ajo mirësi që ti punon nga ajo t'japësh, pra t'japësh nga gjëra më e shtrenjtë. Pra në momentin që ti e ndjen në palc atë etjen, themi, ose urin etj, ti je më i predispozuar për ta njohur, si thua, etjen tek të tjerët ose urin tek të tjerët, ose varfrin, themi, ose nëse kushtet që mund të kenë edhe njerëz të tjerë që jetojnë në atë gjë. Prandaj arsye që shumë njerëz bëhen bujar, jepen shumë për të tjerë, solidarizohen, gjenden. Në këtë muaj është një mirësi e madhe, sepse siç the Altin do thënë që njeriu qetësohet, pra ka një lloj qetësimi, ka një lloj përqendrimi dhe zemrat thuhet që zbuten në këtë, sepse është muaji i mëshirës, i faljes, i shpëtimit, natyrshëm që
ndikon tek karakteri, diçka që fatikisht kultivohet. Temperamenti është diçka që njeriu lind me temperament, por karakteri diçka që kultivohet. Në 12 muaj është mjaftueshme që vetëm një muaj ta kemi si pikë ndalese, domethënë a ndikon kjo që ose a është mjaftueshme që njeriu të marrë gjithatë më të mirën e kësaj? Natyrisht që muaji Ramazanit është një, por ka dhe pjesë të tjera ose ka ditë të tjera, muaj të tjera, për shembull muaji Rexhep, Shaban, janë 2 muaj para se të vijë, si të fillojë Ramazani, edhe bëhet nëse do të quajmë një lloj nxemje ose një stërvitje para themi asaj vjeljes së madhe, sepse ka shumë begati nga ana, në veçanti nga ana shpirtërore, edhe gjëra që në një farë mënyrë do shihen në botën tjetër fatikisht. Sepse ky thamdon që është një adhurim, por jo vetëm që ka të mirat në këtë botë, por ka shpërbime më të madhe edhe urtësi, ka vendosur edhe dobi, edhe përfitime edhe në këtë botë. Po flasim për atë se sa i përket se çka na jep këtu që është e dukshme që ndoshta ata që nuk janë besimtarë, siç e tham, që e bëjnë për mënyrë të forma të tjera fizike, e shohin rezultatin. Por më tepër ku një besimtar pastaj që e bën se ka të obliguar për kënaqësinë e vetë krijuesit, siç e tham, pra që është kryesori. Kjo është më kryesore, po natyrshëm që janë edhe këto benefitet ose janë këto përfitimet edhe urtësitë që ka vendosur krijuesi në të gjitha adhurimet, dhe agjërimi pra nuk bëhet vetëm muajin e Ramazanit, bëhet edhe profeti Muhammed a.s. ka në një hadith të tij është që bëhet mund të agjërohet edhe ditët e hëna, vetë profeti agjëronte ditët e hëna dhe ditët e enjte. Pra në gjithë vitin, pra mund ta shtrijë njeriu këtë gjë, siç thamë edhe 2 muajt pasaj Rexhep edhe Shaban, mbase përveç Ramazanit, muaji që agjëronte më shumë nga transmetimi i Hazreti Aishës, thuhet që është muaji Shaban, pra një muaj paraardhës i Ramazanit. Pra kjo mund shtohet, por natyrshëm që ajo që është obligim, ajo që është detyrim për besimtarët musliman është agjërimi në muajin e Ramazanit. Pra kjo është një obligim. Kurse të tjerat pastaj janë suplementare, edhe ato janë shumë të rëndësishme, por janë suplementare, janë fakultative në një farë mënyrë që ose ta quajmë. Po përsa i përket pjesës të lëvizjes, që lëviz pothuajse çdo muaj, çdo vit afrohet nga 10 ose 2 javë. Kjo ka të bëjë me rrotullimin e hënës, pra kemi kalendarin hënor edhe kalendarin diellor, edhe ato ndryshojnë me njëra tjetrën, diku me 10 ose me 2 javë, 10 ditë ose 2 javë, diçka e tillë do thënë, edhe prandaj edhe nga kalendari hënor, sepse edhe aty 12 muaj janë, por ka një kështu nga lëvizja e hënës, ajo vjen pak më herët, do thënë, si vit. Pra kemi thjesht një lëvizje kohore të kështu ka qenë gjithmonë. Kështu është, thjesht ndryshon do thënë nga që e shoh pak edhe më gjërë, më mediatike, që hapet si diskutim sa herë që fillon Ramazani, shtrohet një diskutim që në vendet të ndryshme në lindje nis një ditë para, dhe në Shqipëri ose në disa vende tjera, një ditë mbrapa. Pra, ç'është ky diskutimi, ç'është kjo, a është vërtet që nisi ditë parë në vende tjera? Dje kishte si përcaktohet në fillimi është data. Kishte një postim edhe profesor Elton Karaj, që është imami e xhamisë së Tembet. Edhe ky është një diskutim që bëhet kështu për herë, edhe natyrshëm që lind nevoja që edhe të bëhen fatikisht sqarime, por një sqarim i shkurtër, mbase kush dëshiron mund të lexojë postimin e profesor Elton Karajt për më shumë info. Ajo që do të them më shkurt, duke u bazuar më shumë tek postimi që ka profesori, është që nga ana teknologjike kjo pjesë është e zauruar, pra çështja e shikimit të hënës. Pra tani fizika, shkenca, astronomia, teknologjia do thënë ka avancuar shumë, edhe pothuajse për shembull edhe mund të dihet për shembull
Venusi kudo pozicionohet, në cilën koordinat do jetë mbas 200 vitesh, janë të aftë që ta gjejnë, domethënë që në ditët e sotme. Kështu që edhe pjesën e hënës është shumë e thjeshtë, aq sa dim domethënë nga ana teknologjike që të mësohet kur kjo është e para. Pra shikimi nuk duhet patjetër domethënë që të jetë ky shikimi me sy domethënë, ose të paktën kështu e kuptoj unë atë gjë. Është e mirë përcaktuar kjo gjë nga njëra anë, nga ana tjetër pastaj neve kemi këtë, si thua, ka një organizim, ka një komunitet që merret me këtë gjë, edhe që është, si thua, ka dhe një kulturë të posaçme domethënë në vendin ynë. Dhe ne çfarë bëjmë, jemi njerëz nga që jemi qytetarë të këtij vendi, edhe ndjekim këtë kulturë, ndjekim këtë lloj qasje, dhe këtë lloj udhëzimi që vjen domethënë nga, si thua, nga komuniteti që organizon këtë pjesë. Pra, nuk duhet më ulot shumë në një farë mënyrë. Por është e vërtetë domethënë që në disa vende fillon një ditë para? Po, mund filloj, nuk ka si varet se si. Mund, në kuptimin që kjo është një çik në themi në atë zgjedhjen e tyre ose në mendimin e njerëzve që janë në ato vende. Kurse ajo që siç e thash edhe një herë, kjo nga ana teknologjike është e zavruar, kështu që nuk ka shumë vend për diskutim. Edhe nga ana teologjike kemi teolog shumë të aftë që ta e zavrojnë edhe kanë e zavruar, edhe është një temë që bëhet një lloj debati, por për mua nuk është shumë debati i shëndosh. Ju e shëndosh kuptimin i shëndosh në këtë kuptim, për personalisht. Po, pastaj në ajo siç ka është më kryesore, që kuptoj edhe unë nga kjo bisedë që bëm ne, ndoshta edhe ata që na ndjekin, është që rëndësishme është njeti, dëshira që ti bën për ta kryer këtë obligim, dhe besoj se kjo është më e mjaftueshme nga të gjitha. Pastaj është ai që do ta gjykojë për sa i përket pjesës, e kemi kryer siç duhet apo jo, dhe ai kemi dhënë gjithë ato siç ka duhet të jepen në formën më të mirë. Por një pyetje tjetër është ndoshta si përmbledhëse për sa i përket pjesës Ramazanit, nëse pas efektit, kur mbaron Ramazani, nëse njerëzit, le të themi, kthehen prap asaj rutinës së përhershme, të përditshme për sa i përket pjesës veseve, veprimtarive ose gjërave që bëjnë gjatë jetës. Çfarë kuptimi, pra, duhet dal pak edhe te ky trendi që është krijuar tek ndoshta në masë, që e përdorin, thonë, pse ta agjeroj unë, ndërkohë që mund pi alkool për shembull për gjatë gjithë vitit. Mund të luaj bixhoz, mund të bëj këtë tjetër, që mund të ketë vesë nga më ndryshme pa u futur në shumë. Pra mbaron Ramazanin, i kthehet prap po të njëjtës rutinë. Tani, logjika e adhurimeve është e tillë që ato e mbajnë të freskët pra çështjen e besimit. Pra njeriu për shembull ka një besimin në Zot, dhe adhurimet çfarë bëjnë, atë vazhdimisht e mbajnë atë të freskët, e mbajnë atë të pavjetëruar tek njeriu. Natyrshëm që bashkë me këto mirësi, me këto gjëra madhore, tek njeriu pastaj kjo sjell një efekt tjetër që është çështja e moralit, pra e përmirëson moralin. Vetë profeti Muhammed alayhi salam thotë që unë kam ardhur për të përmirësuar moralin, për të lartësuar pra njeriu në moralin e tij më të përsosur, më të mirë, më të lartë. Tani një person që mund të ketë, ose të gjithë neve kemi mangësi, pra nëse njëri e shikon veten si të plotësuar dhe unë jam gjithçka dohen, aty kemi të bëjmë me një çështje egoizmi, mëse mund shkojnë këto edhe derivatet ose integralet e saj dohen, egocentrizëm, narcizëm e tjerë. Edhe kjo s'ka dhe fund, po. Edhe këtu kemi lloj krenarie të sëmurë të njeriut. Pra njeriu pra është një krijesë, pra është e krijuar. Nga kush? Nga krijuesi. Dhe këtu krijesa nuk mund të ketë komplekse ndaj krijuesit. Pra robi nuk mund të ketë
komplekse ndaj mbretit do, ndaj sultanit, në një farë mënyrë. Pra ai me ato problematika, me ato gjëra që ka, do thënë, e rëndësishme është që ai me atë shtambën e thyrë të shkojë do tek mbreti. Pastaj si do ta trajtojë mbreti, ajo i shkon mbretit do. Pra ajo që i shkon fukaraj. Them pak më drejt për drejtë, jo mënyrë krahasimore, unë e kuptoj, por thjesht ndoshta për ata që na ndjekin. Mund ta themi në formë tjetër që çdo kush domethënë mund të shkojë, mos ta ndjejë le të themi veten të paragjykuar, të mangët. Pra, është edhe ky ajo që preka pak më lart si pyetje, trendi që jo po unë bëj këtë, bëj atë, do të ke shumë të rinj ose shumë njerëz që ndoshta edhe unë i dëgjoj, ju i ngjoni, i shihni nëpër rrethë ndryshme shoqërore, që unë s'kam se ta gjeroj se unë jam ky, domethënë. Unë jam ky gabimtari le të them. Pra vetë njeriu është ajo që po thoni ju. Po, këtu është një ajet kuranor që thotë kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Këtu në këtë ajet fatikisht kur përmendet ky ajeti neve na vjen në mendje tani i themi Hazreti i Madhi Vashi, që më vonë në kuptimin që më herët ishte një person që ka vrarë do në Hazreti Hamzaj, pra kishte vrarë, kishte bërë immoralitet, kishte bërë çdo lloj të keqe në një farë mënyrë, madje kishte lënduar shumë se nëpërmjet vrasjes së Xhaxhait profetit do kishte lënduar shumë, më shumë profeti Muhammed alayhis salam, nga që Xhaxhai i profetit Hamzai kishte edhe një specifik shumë të rëndësishme për sa i përket themi asaj kauzës pra islamit edhe për hapjes së islamit në kohën e Mekës, nga që ishte një person autoritar shumë i rëndësishëm edhe si thua krijoi një lloj peshe ose një lloj baraspeshe në atë kohë dhe natyrshëm që me vrasjen e Hazreti Hamzait profeti Muhammed alayhi salam u prek shumë, pati një pikëllim të madh dhe sebebi kësaj ishte vetë Vashiu, pra ishte Vashiu, mirë po ndonse ai kishte bërë këto gjëra, profeti Muhammed e ftoi atë në Islam, pra duke lënë si thua anët personale, pra edhe këtu shikojmë atë madhështinë do e profetit ton Muhammed alayhi salam. Dhe duke lënë ato, ai e fton atë që të fitojë pra botën e amshuar, pra të fitojë ahiretin, sepse bëhet fjalë që njeriu këtu është në një sprovë, të gjithë neve jemi në një sprovë. Edhe ata që agjerojnë, edhe ata që falen, edhe ata që nuk falen, të gjithë janë në një sprovë. Vazhdon, jo se u krye një Ramazan edhe u mbyll aty tani jevi. Po, kjo gjë është diçka që duhet vazhdojë do. Pra sa mund të përfitojmë nga kjo? Po, ne sa mund të përfitojmë, neve sa mund ta përmirësojmë. Pra gjithë çështja është që njeriu duke mësuar, duke bërë këto praktika në një farë mënyrë të përmirësohet, ta përmirësojë do. Sikur edhe nga nëse ai për shembull ka 100 të këqija, nëse ul 99, edhe kjo është një diçka shumë një fitore e madhe. Po, një fitore shumë e madhe do. Pra sikurse shikohet edhe nga ana tjetër, për shembull, që ti ke 10 mira, do t'i shtosh edhe 1 do. Thënë, kjo është diçka shumë e mbarë, shumë e mirë dhe ashtu duhet bërë fatikisht, por duhet parë edhe ana tjetër. Dhe Vashiu i kishte të gjitha këto gjëra, pra i kishte të gjitha këto problematika dhe nuk vinte ose në një farë mënyrë nuk i mbushej, do të thënë qante me këtë gjë do, që unë kam bërë shumë të këqija, si mund të bëhem unë pjesë e besimit, si mund të bëhem unë pjesë e adhurimeve etj. Derisa pastaj profeti Muhammed i çon në letër këtë ajet kuranor. Që përmendëm pak më. Po, që përmendëm do, kul ya ibadiy alladhina asrafu. Do thënë i drejtohet pra robërve të vetë krijuesi dhe i thotë o ju robërit e mi që e keni shpërdoruar jetën, keni shpërdoruar si thua gjithçka që ju është dhënë si mirësi. Thotë mos e humni shpresën. Pra gjithë çështja është që edhe fatikisht një njeri që beson gjithmonë ka shpresë, nuk e humb asnjëherë shpresën. Pse? Pra ti në momentin që synon ose bën një jetë të çështjen e besimit, ti aty nuk gjithmonë duhet të kesh shpresë. Pse? Sepse thot vetë Zoti pastaj, sepse ai thot është shumë mëshirues, i fal të gjitha gjunahet. Mjafton që ti të pendohesh
seriozisht, pra të bësh një pendes serioze dhe të kthehesh nga e mbara. Po, çfarë do të thotë serioze ose seriozisht? Se ndoshta dikush mund të kërkojë falje, mund të pendohet, prap me një hadith, ndoshta në një hadith të profetit që e tregon, pra tregohet nga hadithet e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, dhe tregohet për një njerëz që kishte vrarë 99 veta. Do ishte killer. Ja sa kohë. Ja sa kohë. Kishte vrarë 99 veta dhe takon një person, mbase ishte edhe teolog ose ishte një njeri hoxh nëse ose që dinte rreth feste. Diçka e tillë, edhe i thotë që shikoj, thotë, un kam vrarë 99 veta, thotë, po dua që të kthej nga e mbara. Dua që të besoj, dua që të kthehem, të bëhem njeri i hajrit. Edhe ky i thotë që ti, thotë, 99 veta ke vrarë, ti s'ke shanse. Edhe ky e merr, edhe vret, edhe këti i bëri 100, i palosi. Dhe pastaj ky tash ishte, si thua, kishte bërë atë niyetin për të kthyer nga e mbara, por nuk po gjinte, si thua, atë udhërrëfyesin e duhur, dhe gjen një person të hajrit, mas Haltin, mas dikush i doli përpara dhe i del një rob i hajrit dhe i thotë, Muhamedin Begu. Si. Edhe del një person tjetër edhe i thotë të njëjtën gjë, shkoj se më ka vrarë 100 veta, po a ka shpëtim për mua? A mund të shpëtoj unë, do të thënë, a mund të kthehem unë nga e mbara? Edhe ky i thotë që shiko, thotë, unë thotë nuk e di mirë këtë gjë, thotë, por po në filan fshat ose në filan vend do thënë, mund të ketë njerëz të hajrit do thënë, ose mund të jetë dikush që mund ndihmoj, mund të japi një lloj shpresë në këtë. Dhe ky niset e falenderon, nuk e vret dohen atë, e falenderon këtë, dhe niset për tek ai fshati ose dhe. Dhe në rrugën sipër ndron jetë. Do të duke shkuar atje ndron. Shkoj keni çobani pastaj për ndërmjetësim për të parë shkokte po shkon. Sa për humor kjo. Po. Edhe ndron jetë dhe bëhet një ndërmjetësim do, po kjo bëhet në praninë e krijuesit do. Dhe pra dalim tek ajo siç e nisën në gjithë bisedën e gjitha është njeti, pra. Njeti është synimi, qëllimi. Ajo gjë shumë që duket shumë e vogël, ajo i ndryshon dhe bën gjithçka, o e bën dritë, o e bën errësirë në një farë mënyrë, që. Dhe për këtë njeri ky pra ndron një jetë dhe marrin angjit e nxjerrin para krijuesit. Edhe natyrshëm që kishte bërë gjithë ato të këqija, do të thënë, edhe për këtë bëhet një kështu, një diçka e tillë, që matet ai vendi, pra distanca nga ishte nisur ai, do të thënë për tek fshati ose tek vendi që do të shkonte, edhe ku i përkonte, pra planin edhe kjo në planin e shkaqeve, se sebeve. Distanca që kishte përshkruar ishte më e gjatë, pra ishte afruar më shumë tek fshati i mbarë. Pra sa rrugë ke bë për tek e mira aty. Tek e mira do. Dhe gjitha këto kanë këtë kuptim, pra duhet marrë çështja e kuptimit ose ajo gjë që duhet. Jo në kuptimin e parë. Po, nuk shikohen, pra si thua, jo sa metra ishte, sa jo ku ishte fshati etj, po shikohet ajo ideja që na ose kuptimi që na lë. Dhe nga që ky kishte përshkruar më shumë rrugë për nga e mbara, dohën ishte nisur për atë gjë, Zoti dohën e fali të gjë. Mund të thuhet që një gjë që nuk falet, për shembull, Zoti ja ka lënë të drejtën e robit, të drejtën e njeriut, ja ka lënë që ta fali vetë njeriu. Pra nëse ti hyn në hak dikujt, duhet, pra kjo është mirësia e Zotit prap dohën që ose madhështia e Zotit dohën, për rëndësinë ose vlerësimin që i ka bërë njeriu. Por nga që ai është vetë krijuesi, vetë zotëruesi i gjithçkaje, mund ta josh ose mund t'i japi dohën atij njeriu, mund ta bëj për vete, për t'ia kërkuar hallallikun, si thua. Edhe kjo është mund të zavrohet si pyetje, po. E kuptova, pra ti edhe me lutje ndoshta po ti lutesh Zotit që Altini i ka hyrë në hak Oltit, por mos shkoj direkt tek Olti, por shkon tek Zoti duke u lutur që ti kërkoj, le të themi, zbutjen. Po, ajo duhet bërë, por kjo është në aspektin e krijuesit, do. Kurse në aspektin personal, gjithë secili, nëse i hyn në hak dikujt tjetër, duhet me patjetër të kërkoj hallallikun atij personi. Pra, kjo që të hiqet, si thua, si pjesë e ndërgjegjes, do që mos e brej ndërgjegje, duhet që patjetër ta bëj këtë gjë. Pastaj se çfarë bën Zoti është punë e tij. Patjetër. Por me këtë që thamë, me këtë shembullin, do ishte shumë interesant që
që është kthyer në trend për shembull për moshat ndoshta 50 e lartë, që është në Shqipëri po ta shohësh, me rastin e tij që ka bërë 99, por e ka lënë deri në të pikë thotë, "Ok, nuk po e marr si rast, ndoshta atëherë ka ardhur momenti, por ka nga ato që the, unë do shijoj jetën deri në të pikë deri 50 vjeç për shembull, mas 50-ave do bëhet të kthesën." Nuk e di jam I qartë se po shumë e qartë edhe ka edhe vende. Por rrugën që ka më shumë si pyetje për rrugën, pra sa rrugë ke, ndoshta ndodh 50-ën ose ti nuk shkon fare as 50-ën. Nuk e di se është e fshehtë ajo vdekja. Kam jetuar disa vite në Turqi dhe aty ka pas një logjik të tillë, që kur të shkojmë 40-at bëjmë edhe haxhin, bëjmë edhe këto gjërat e tjera dhe pastaj merrem vetëm me punët e ahiretit, merrem me punët e shpirtit. Çështja është që kush ta garanton që do shkosh deri në atë moshë, do thënë, edhe kush ta garanton që ti në atë moshë pastaj do kthesh ose do bësh një diçka të tillë, varet çfarë mendje do kesh, varet si do jesh. Ja, më keq te keqa. Njeriu aty ku ndodhet në këtë moment në një farë mënyrë, duke marrë edhe këtë fjalë që sapo tham, që nëse je rob I Zotit, që të gjithashtu jemi robët e Krijuesit, nëse I quan veten të tillë, edhe nëse çdo kush që do të ndryshojë, do të bëjë diçka të hajrit, tani është momenti që ai ti kthehet kësaj gjëje, pra të kthehet nga e mbara, nga e mira, dhe mos shikoj do thënë që jo do më fali Zoti, jo do më fali Zoti, ai ta bëj si thua në një farë mënyrë, në thonjë fakt të kryer që Zoti do më fali, pra ta shikoj me shpresë të gjë, sepse ai zatën është I fundosur. Pra në një farë mënyrë është I mbytur do. Pra shpresa e tij ka dalë një moment, do të thënë që ai të shpëtoj. Kjo kur njëri mendon që vetë është I zhytur, është I fundosur, thotë që pse të shkoj unë, unë kam mbyll domethënë. Është rënd kjo, pra si po kaloj pak për te. Prandaj treguam atë shembullin. Zoti këtë gjë. Pra treguam shembullin e Vahshiut si një shembull që edhe ai ktheu, pra I kishte bërë të gjitha, ishte I fundosur, ishte koshent me ne për këtë gjë. Ne e shohim në këtë formë për shembull që ne këtu dalim pak në rang gjykuesi, apo po, kalim pak në temën shirk, le të themi. Po, shumë e drejtë që neve nuk mund të bëhemi pra Zotin, nuk mund të bëhemi kapakun domethënë gjë. Gjykatës I kësaj gjëje. Edhe kur jemi shumë mirë ose kur mendojmë për shkak që po agjërojmë, po falemi, po bëjmë punë të mira, familja është okay, punët jemi okay, do gjithçka në një farë mënyrë janë vendosur në video, thënë edhe unë tash jam I plotësuar, nëse njeriu mendon ndonjë që tash unë jam ky do thënë edhe gjithçka është në rregull, është I frikshëm. Nga ky njeri duhet pasur frikë. Pra njeri që nuk ka frikë në një farë mënyrë, pra gjithkush edhe ai që është duke bërë punë të mira, duhet që të ketë frikë nga kush? Nga vetja e tij do, sepse si thua mund të hash një gol do thënë në sekondat e fundit, edhe në shtesë për shkak 90 minutë që ka mbaruar, janë edhe 5 minuta. Edhe njeriu mund të bëjë një hap fals, mund të bëjë një hap të gabuar në një farë mënyrë. Kjo çfarë do të thotë? Do të thotë që njeriu thuhet që njeriu si të jetoj, ashtu do ndrojë jetë, si të ndrojë jetë, ashtu edhe do të ringjallet. Kuptimi që nëse ti jeton në një rrugë të mbar me shumë gjasa, ti ashtu do ndrosh jetën, do thënë, atë gjë që ti ke dashur, atë gjë që ke punuar, atë gjë që ke pas për zemër, me atë do jesh, natyrshëm. Të kjo është natyrshmëria. Por asnjë s'ka garanci në këtë pjesë. Kështu që edhe ai që është në një situatë të rënduar themi ose që e vret ndërgjegja për problemet që ka bërë, pra po edhe ai që është duke bërë një punë të hajrit, edhe atë duhet ta brej ndërgjegje se mund të bënte edhe akoma më shumë punë të mira. Sepse për të gjitha mirësitë që na ka falë Zoti do thënë, neve nuk arrijmë që ta falenderojmë Zotin ashtu siç I takon atij. Pra duhet që edhe ai që është në një gjendje të keqe, edhe ky që është në një gjendje të mirë, të gjithë t'i afrohen Krijuesit do thënë. T'i afrohen sepse tani është momenti që të afrohen më shumë. Tash është edhe koha e begat, është muaji Ramazan, zemrat zbuten më shumë, mëshira e Zotit është e hapur. Dyert e mëshirës janë të hapur, kështu që njeriu mjafton që të kjo është mënyrë krahasimore që të afrohet. Në muaj të tjerë nuk është, pra gjithmonë është porta e hapur, por porta e mëshirës në këtë muaj Krijuesi ashtu thotë që ose neve e mësojmë do nga profeti, nga libri do thënë këtë gjë, nga profetët dhe libra do ne mësojmë që është më e hapur do në këtë
në këtë muaj të begat. Prandaj quhet muaji Ramazan, muaji i begat, muaji i mëshirës, i faljes edhe i shpëtimit. Pra kush agjeron, pra kush bën niyetin që të agjerojë, dhe këtu besimi është shumë i rëndësishëm. Pra ti duhet besosh këtë gjë. Kush beson, thot, që ti duke agjeruar, pra ban agjerimin me besim të plot edhe me shpresë të plot, i falen të gjitha gjunahet, profeti Muhammed. Tash është momenti që të gjithë do thënë të jemi këto, edhe ata që janë duke bërë punë të mira, edhe ata që mbase kanë bërë pak punë jo shumë të mira deri tani, të afrohen me këtë qasje do. Edhe inshallah do kenë mëshirën e Zotit, do kenë mirësinë e Krijuesit. Allahu do t'i trajtojë, do thënë ato, të gjithë jemi robrit e Krijuesit. Mjafton që neve ti afrohemi atij. Nëse neve i afrohemi, zatën kështu, nëse afrohemi pak do thënë, ai vjen shumë, pra nëse neve ecim do thënë, ai vjen duke vrapuar. Kështu që deri në një pikë do, sa që bëhet dora do, bëhet syri, bëhet veshi, bëhet gjithçka do, një kuptimi që e afrimit do. Është një hadith kutsi ky do. Pra shprehet nëpërmjet profetit Muhammed do thënë, por flet Krijuesi do. Kështu që e rëndësishme është që neve të bëjmë niyet, pra të kemi këtë synim, të kemi këtë qasje me lejen e Zotit, pastaj gjykimin t'ia lëm Zotit, do mos e bëjmë vetë gjykimin e vetes tonë. Por duhet që neve të momenti që vendosemi në këtë rrugë të mbar, do thënë, duhet që të jemi të kemi një vullnet të çelikt, që unë do t'ja dal do. Nuk duhet që, siç tham atë shembullin, që mund të dalin, sepse në punët e mbara, në punët e mira mund të dalin shumë pengesa serioze. Mund dalin edhe njerëz që do flasin, një po ky u bë kështu, një po sprova që vin nga vet. Këto janë sprova, pjesë lojës. Është po, pjesë e lojës. Që e përdor lojën, po dëgjoj me shumë mendje dhe të falenderoj shumë për këtë bisedë. Bisedë shumë e vlerë, pak në për mua, uroj që të jetë edhe për gjithë ata që na ndjekin. Për lojën. Pse thua lojë? Se tu po të kapi çik të fjalë tani se ndoshta këtu është edhe kuptimin e kësaj që kjo është një lloj loje, pra është kurdisur një diçka, pra është një vend i sprovës, është një vend i stërvitjes në një farë mënyrë. Edhe prandaj është në këtë kuptim që është një lojë që ka rregulla, ka atë mënyrën e saj do. Ka edhe një fund të saj, ka fillim, ka edhe fund të saj. E rëndësishme këtu është që sikurse për shembull mund të jesh në një lojë futbolli ose lojra të tjera, po atë nga që shohin më shumë do, më falin ata që merren ose që shohin, që kanë simpati për lojra të tjera. Për shembull futboll, dikush mund të jetë në pankinë, dikush mund të jetë për shembull janë 22 sa janë do thënë, ose më shumë lojtar për shembull. Njëri është trajner, një tjetër do jetë arbitër, një tjetër do jetë nga skuadra tjetër. Pra gjithë secili ka atë rolin e tij do, dhe të gjithë janë të rëndësishëm. Pra rëndësia aty ndose mund të marrin një sulmues mund të marrë më shumë para, një mbrojtës mbase më pak, një portierin, nuk e di do, nëse. Të gjithë kanë atë rolin e tyre. E rëndësishme është që gjithsecili në rolin e vet të bëjë më të mirën e tij. Kjo është shumë e rëndësishme në lojë. Për të qëndruar tek ajo që kur je në rrugën e mirë do të kesh akoma më shumë pengesa dhe sprova. Si shpjegohet? Për çfarë arsye është kjo? Mund të kesh, kjo shpjegohet në këtë mënyrë që njerëzit që janë sprovuar më shumë janë njerëzit më të hajrit që neve i njohim që janë profetët, pastaj janë njerëzit që më dashur Zotit, po më dashurit e tyre, më të zgjedhurit e tyre, kështu që ata janë sprovuar më shumë. Pra në raport të drejtë me këtë, kjo s'duhet që neve të na friksojë ose të na stepi nga kjo gjë. Është për shembull edhe mund të shpjegohet edhe në këtë mënyrë, për ta shpjeguar pak më thjesht. Për shembull mendoni në një klasë neve kur ishim 8 vjeçare ose nëse domethënë, edhe zysha kishim një zysh edhe ta përmqose jeton do Zoti i dhënë jetë gjatë, Eleni Lamçe quheshe. Edhe kishim zysh matematike, edhe ajo kishim edhe konkurrencë për shembull në midis ishte nxënës të mirë do. Edhe çfarë bënte, jepte gjithmonë ushtrime dhe të gjithë hidheshin do kush ta zgjidhte, kishte një lloj konkurrence kështu. Kishte edhe nga ata që se zgjidhin. Tash nëse klasa kishte se mbaj mend do tani, po mund të kishte 20-30 veta, diçka e tillë.
e zgjidhin 4-5 veta, ose mund të qëllonte që një ushtrim për shkak shumë i vështirë zgjidhte vetëm një. Tash nëse e ka zgjidhur ky që e ka zgjidhur do, tash i ka të drejtë ky apo kanë drejtë ata që s'e kanë zgjidhur. Ndonjëherë mund ta zgjidhë vetëm njëri do. Dhe çfarë ndodh tash për të ardhur tek ajo gjë që se edhe kjo ka një lidhje do me këtë gjë. Se ndonjëherë për shembull ti e ke gjetur si thua rrugën e mbar, të gjithë njerëzit shkojnë për lum si thua do, në një farë mënyrë, ti shkon çik kundra rrymës në një farë mënyrë. Kjo s'do thotë që ti e gabim do. Nëse ti e ke gjetur, nëse ti e ke zgjidhur problemin, ti ke të drejtë do. Dhe ata fatikisht duhet vinë mbas asaj gjëje, ose duhet të paktën ta pohojnë që kjo është e drejta e vërtetë. Tash, momenti që ti e zgjidh një ushtrim, zysha jon jep një ushtrim akoma më të vështirë. Tash, pse jep atë për ta munduar apo për të nxjerrë potencialin më të mirë do që ka ai? Për ta kalitur për më shumë tek e mira. Po. Pra, ato sprova që vijnë, pra ushtrime, sprova, problematika, nuk janë dohen që njeriu ta vendosin në vështirësi. Nëpërmjet asaj vështirësie, njeriu të nxjerrë potencialin e vërtet njerëzor që ka brenda tij. Kjo është le të themi ato vështirësitë që na krijon, le të themi mosngrënia, mospirja, gjithë këto kufizimet që kemi në muajin e Ramazanit na bën ne për të shkuar tek më e mira, pra për të pasur për të qenë më të ndërgjegjshëm, për pasur një sjellje më të mirë, për të përsosur më shumë, për të përsosur më shumë. Përsosur më shumë si njerëz. Në fillim të bisedës se një shprehje e bukur për ta lidhur me këtë, ndoshta mund të jetë edhe kjo ajo që mund të japë mesazhin më të mirë, le të themi, duke lidhur me realitetin ku jemi sot. Se një shprehje që sot për ta lidhur me këtë që thej, prapë që lidhet me të gjitha, është që sot duke pasur që kemi shumë mira materiale, njerëzit ndoshta edhe janë larguar ose e them me fjalë tuaja se që jemi në këtë gjendje ku jemi, prandaj edhe shoqëria është në këtë gjendje ku është për shkak të mirave materiale që ka. Nuk jam i saktë me të, por si shpjegon këtë raportin, pra kemi të mirat, duhet të mblidhemi prapë. Jemi keq. Duhet të mblidhemi prapë për këtë gjë. Tani kjo duhet e bëj pyetje në formë tjetër, në fakt do të kemi bisedë tjetër apo jo, po nëse e bëna kështu edhe për një vetë. Më fal. Tani kjo ka dalë edhe si term, konsumizëm. Mund mblidhemi prapë, por për gjithë shkurtër vetëm për përmbyllje. Ky çështja e materializmit, çështja është edhe si term është bërë dohen quhet konsumizëm. Pra është bërë një lloj ideologjie, nëse mund të quhet kështu fatkeqësisht. Edhe kjo vjen nga që nuk ruhet ky ekuilibri, pra nuk ushqehet siç duhet shpirti. Edhe nuk i jepet ajo rëndësi që ka edhe çështja e materializmit, pra edhe materia, sepse ne kemi edhe materie, kemi pjesë lëndore, edhe ajo është diçka që duhet e zauruar, është një nevojë për të jetuar në këtë botë, por aq sa për të jetuar. Pra nuk duhet që synimi të jetë, do të thënë që neve të kemi thjesht çështjen e materies ose materializmit, edhe vetëm të kemi, do të thënë, edhe të shtohet ajo çështja e babëzisë etj, sepse ajo s'mbaron ndonjëherë. Pra njeriu i jepet një botë, do një tjetër, i jepet një mal me florit, do një mal tjetër, do. Asnjëherë s'mbaron çështja. Por kjo të jetë, pra do ketë, do të thënë, edhe të mira materiale, edhe sepse ato ja lehtësojnë jetën e njeriu dhe duhet të jenë. Është pjesë edhe kjo, pjesë e jetës tonë. Por nuk duhet harruar ose duhet dhënë pesha e duhur ose ekuilibri i duhur edhe botës shpirtërore në mënyrë që ato të ecin në ekuilibër me njëra tjetrën dhe njeriu të jetë sa më i ekuilibruar. Prandaj edhe një herë ju falenderoj që më ftuat edhe që patëm mundësinë që të bisedojmë pak edhe për pjesën shpirtërore ose për atë gjë që neve fatikisht na bën me të vërtetë njerëz, do të thënë, dhe ajo që na bën neve njerëz është pikërisht kjo, ose që peshon më shumë është kjo pjesa shpirtërore që ka njeriu. Të falenderoj shumë për kohën dhe për mbyllje do doja dy fjalët për linjën e komunikimit që ke ndërmarrë të kohët e fundit për të pasur ndoshta me ndjekësit, me njerëzit ose me rrethin tënd që ti mendon që ta te kalosh, ndoshta don që ta zgjerosh, cila është synimi që ke hapur disa platforma online në rrjetet sociale dhe në kanalin e YouTube-it. Çfarë kuptimi ka dy fjalë?
Kemi një rubrik, si që thatë edhe jo, e quhet 2 fjalë, dhe me atë synojmë fatikisht që pikërisht qëndrojmë të kjo temë, të tema krijimit të njeriut, pra kuptimi që ka njeriu, do të thënë, për të sjellë edhe një herë në vëmendje mbase gjëra që dihen, por për t'i mbajtur të bash më të gjalla, për t'i sjellë në perspektiva ose me qasje të ndryshme të tyre. Pra, në një farë mënyrë për t'i dhënë kuptim, si thua, akoma më shumë jetës, për t'i dhënë kuptim, si thua, vetes, njeriu, të gjithësisë, pra edhe duke i koordinuar, duke i harmonizuar këto, pra njeriu me gjithësinë, me në mënyrë si një qenie shoqërore, këto lidhje që ka, duke parë edhe burime, duke parë edhe njerëz të mençur gjatë gjithë historisë, mendimet e tyre, por duke parë pastaj edhe qasjen e besimit islam që na jepet, do të thënë, nëpërmjet njerëzve shumë të ditur edhe të mençur që ka ky besim. Mundohemi ti sjellim edhe një herë këto mendime ose këto parashtrime, edhe këto, pra është një lloj qasje që me 2 fjalë mundohemi që në një farë mënyrë të sjellim një lloj pozitiviteti, të sjellim një lloj sjellje në vëmendje edhe një herë të atij ushqimi, nëse mund të quhet kështu, ushqimi sadopak modest, do të thënë, shpirtëror, që duhet të jetë, mendoj, tek njeriu. Gjithashtu media, edhe një herë ju përgëzoj edhe juve Altindohen që keni ndërmarrë një nismë të tillë, sepse media duhet të jetë një udhërrëfyes, duhet të jetë udhërrëfyesi i shoqërisë, fatikisht. Si duhet të jetë, sepse thamë që njeriu përsoset duke mësuar, pra duke u edukuar, edhe media fatikisht duhet ta ketë rol edukativ, sepse ka shumë njerëz që e ndjekin, ka shumë njerëz që në një farë mënyrë nuk është si shkolla, për shembull, që është ushqimi i kësaj shoqërie konsumatore. Ti duhet të shkosh në shkollë vazhdimisht ashtu, ti nëpërmjet medias ti i shkon me këtë lloj shkolle, i shkon njerëzve atje ku janë, edhe këto mesazhe, këto diskutime, emisione të këtij lloji, të këtij zhanri, mendoj që kanë një rëndësi ose kanë një peshë të veçantë, edhe për më tepër në ditët në të cilat neve jetojmë, kështu që edhe juve për gëzime. Falenderoj shumë. Duhet të falenderoj edhe 2 miqtë e mi që më kanë ndihmuar dhe vazhdojnë të ndihmojnë tek 2 fjalët, tek rubrika që kemi 2 fjalë. Lulzim Marën edhe Indrit Isufin. Përshëndesim. Bravo. Jo, unë e kam parë, edhe juve ju falenderoj shumë që e sollet në vëmendje. Shumë falenderit. Uroj që të ketë sa më shumë dritare të tilla. Ndoshta nuk e di se tani po e kam ato që po na ndjekin tani, se të dalin nga goja ime kjo gjë, domethënë, ndërkohë që njihem pak edhe se ai personazhi, le të themi, që ngacmoj pak njerëzit me ato lojrat, ato shakat, ato batutat, ato ngacmime me pyetjet, por duke qëndruar sa siçka na jep si mesazh që kjo biseda me Oltin sot, dhe në mesazhin që solli dhe nga historitë e lashta Olti, që njeriu është një qenie që është në konsumim përditshëm dhe në projektim të veprave, gjërave, duke qenë pjesë e shoqërisë dhe për të bashkëvepruar, por ajo se çka është e rëndësishme është ku do të pozicionohet. Tani do t'i bëjmë, por të mundohemi që të kemi atë hapësirën për të qenë edhe tek e mira, edhe pse është shumë e domosdoshme, siç e the edhe pak më lart, për shoqërinë tonë në këtë degzim çka po merr, le të themi, me këto problematikat që ka, qoftë në media, në arsim, në rritjen dhe kultivimin e brezave të rinj, që po shohim që ka një lloj zbehje të këtyre vlerave, qoftë që ne ndoshta mund i kemi trashëguar nga familja, nga rrethi ngushtë shoqëror, por ndoshta edhe në për shkollë, në arsim ne kemi pas marrë këto lloj dijesh, që çdo ditë ose çdo vit që vjen, që shkojmë, janë më të mangëta, janë më të pakta.
Olt, falenderoj shumë. Edhe të falenderoj. Miq, ju përshëndesim. Uroj që të merrni më të mirën, edhe pse do duket si një bisedë gjatë, por është një bisedë që ja vlen të dëgjohet. Duke pritur edhe herë tjetër pse jo Oltin që të bëjmë edhe tema tjera që janë shumë e vlera. Ju përshëndes, jeni mirë.